pas ka shpall vllai Vučićit, Donika Gërvallës, gocën e Jusuf Gërvallës non grata. Shikeni qa maskaraj është, qa hakmarë si qa njeriu hakmarës që është. Se doli ajo dhe tha të vërtetën, që letra që ka bërë Rama me Vučićin për Europën, që i thonë nuk duam të futemi në Europë, është skandaloze, ka thënë të vërtetën. Ky maskaraj tani ka hap fjalë në Ministritë Jashtme, sipas burimeve të asaj që kishte publikuar Lapsi, që Donika Gërvallës ti pamundsohet hyrja në Shqipëri. E ky është Edi Rama, një tradhtar në kuptimin e mirë fill të fjalës, për të gjithë ata idiotët që i futen e bëjmë në për rrjetet sociale në Facebook e në YouTube, njerëz pa tru, njerëz tru shplar, nuk ka ndodhur kurrë në histori që një kryeministër shqiptar në mënyrë informale të shpall non grata ministrin e jashtëm të Kosovës, për më tepër vajzën e Jusuf Gërvallës. Jusufit famshëm. Shiko qa deri ku ka arrit ky, pra bashkëpunimi i tij me Serbinë, thikat që i ngul pas shtëpinë e Kosovës, e kanë çuar një shfaqje hapur që ky është pro-serb dhe nuk ka lidhje fare me Shqipërinë edhe me shqiptarët. Ka bllokuar integrimin e Shqipërisë në Europë. Doli e tha sot, ky që thoshte pasaporta europiane, i dhanë votën idiotat, përveç atyre që u avolli. Sot ka dalë ka thonë që jo, thot në 2027, jo, thot nuk do futemi kështu, do thonë 2000 vjet të rinë Edi Rama në pushtet, 2000 vjet Shqipëria nuk hyn në Europë. Ka përtik Kosova, ka përtik përpara Kosova, Mali i Zi siç po hyn Bielorusia, tradhtarët, njerëzit që tradhtojnë kombin e tyre nuk i do as Europa, as Amerika dhe as kush. I marrin, i përdorin, i shtrydhin si lecka, qelbura siç po bëjnë me Edi Ramën, edhe në fund fare i mbyllin derën. Po mbyllja e derës për Europën është mbyllja e derës për shqiptarët. Nuk është mbyllja e derës për Edi Ramën, se Edi Rama i nuk kujtoi. Turpe faqezez, nëse është e vërtet 100% kjo që ka shpall non grata Donika Gërvallës, kjo do mbetet në histori si një nga turpet më të mëdhaja të tij pas thikave që i burin hartën e Kosovës, pas detyrimit që i bëri Hashim Thaçit për të votuar gjykatën speciale për ta rast në burg në Hagë, tani bos një hipokrit, sigur e dhimbse Hashim Thaçi, dhe e fundit fare kjo që shpall Donika Gërvallën non grata. Dhe një gjë tjetër, Elisa Spiropali për këtë arsye ka shkarkuar Edi Rama nga ministra e jashtme. Sepse pati një takim për zemërt me Albin Kurtin edhe me Glauk Konjukcën. Pra ky sharlatan, ky maskara nuk ka vija të kuqe. Pra për Vučićin ky i vez javën të Shqipërisë. Kemi njëri edhe shumë fakt që duhet i bëni subscribe ose abonohu kanalit, se kemi plotësuar 1 mishë. Nuk po u them ku jam, se shëndyt sa njerëz atje më shajën për vendodhjen aktuale ku jam. Në një nga kryeqytetet 1000 vjeçare të botës jam.